Raporti mes Brikenës dhe Mateos duket se është tensionuar pas puthjes së shkëmbyer në spektaklin e së martës. Çifti pothuajse nuk ka pasur komunikim, pas një situate ku Brikena u ndje e lënë mënjan, duke u shprehur se Mateo qëndroi pranë Selin dhe nuk pranoi të hante ushqimin që ajo kishte përgatitur. Mbrëmjen e sotme, ata u vunë përballë njëri tjetrit për t'u sqaruar, duke parë edhe momentin kur Mateo kap nga dora Selin, të cilin Rogerti e përshkroi si një akt afrimi. Të gjithë e dinë sa e vështirë ishte për mua të jap një puthje, dhe kur e bëra ditën tjetër doja të gatuaja për mua dhe Mateon. Por këto ditë kam ndjerë që Mateo nuk ishte i përfshirë, më ka parë duke qarë dhe nuk është afruar të më pyeste. Këtu nuk ka të bëj me lojen, por me ndjenjat, tha Brikena. Pas puthjes i shkova pranë, por ajo më largoi. E kuptoj pse ishte në siklet, ndikuar nga Rogerti. I kam shkuar pas edhe në për shtëpi dhe përsëri më largoi. Sa për kapjen nga dora të Selin, nuk ka asgjë për keq kuptim, ti preferove të besosh Rogertin para meje, shtoi Mateo. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.